Kur Evaldo Chavez filloi të përjetoj dhimbje koke një pas dite të nxehtë të verës, ai fillimisht mendoi se do të ishte një nga ato që do të qetësoheshin deri në mbrëmje. Megjithatë, në orën 8 të mëngjesit të ditës së nesërme, ai ndjeu sikur një koncert roku po ndodhte në kokën e tij. Nga ai moment dhimbja ajo vetëm u përkeqësua. Historia që do të dëshmoni të kujton një epizod të një dokumentari ku mjekët janë të pasigurt se çfarë po ndodh kur dhimbja shfaq simptoma të sëmundjeve të shumta. Megjithatë, diagnoza nuk arrin të përcaktojë një sëmundje të vetme si shkakun e agonisë së pacientit. Kështu ishte jeta për Alvadon. Duke u nisur nga zhurma e padurueshme në kokën e tij, dhimbja e kokës së tij përparoi në diçka edhe më të keqe. Evaldo është një murator 49 vjeçar që banon në Praia Grande, një komunë në rajonin metropolitan të Baixada Santista. Ai është i martuar me Kesia Andra Alves, një 25 vjeçare, gjithashtu nënë e 2 fëmijëve të tij. Evaldo atë ditë puthi gruan e tij, i la fëmijët në shkollë dhe u nis për në kantierin e ndërtimit, me shpresën që t'i shihte në mbrëmje siç ishte rutina e tyre normale. Megjithatë, në orën 10 të mëngjesit, ai ndjeu dëshirën për të zhytur kokën në një kovë akulli ose për të prerë flokët tullac. Një orë më vonë situata e tij kishte ndryshuar. Tani duke sikur të gjitha organet në kokën e tij ishin përfshirë në një luftë kundër tij. Pikërisht atëherë ai kuptoi se ishte koha për të shkuar në shtëpi, por jo para se të humbte vetdije në kantier. Një nga miqtë e tij shoqëroi atë në shtëpi duke i sugjeruar gruas së tij se Evaldo duhet vetëm të pushojë dhe të flejë. Atëherë ai do të jetë përsëri i mirë. Vetë trupi i tij thotë se duhet të pushojë. Kjo më ka ndodhur më parë. Është normale që kjo të ndodh her pas here në linjën tonë të punës. Por a ishte normale kjo, apo kishte diçka më keq për Elvadon? Trupi i tij thjesht po i thoshte të pushonte, apo kishte një forcë më të keqe në lojë, duke e bërë të ndjejë sikur gjëra të çuditshme po i lëviznin në kokë. Kjo fazë tjetër për Elvado. Gruaja Kesia i dha disa qetësues për të lehtësuar dhimbjen e kokës, pas së cilës e zuri gjumi. E gjithë kjo zgjati vetëm gjysmëore. Muratori deklaroi se ishte gjitha që kishte vërejtur pasi se të flinte dhe përjetonte një nga momentet më të frikshme të jetës së tij. Ai u zgjua nga gjumi i tij duke u përpërlitur nga dhimbja. Evaldo bërtiste dhe pothuajse u rrekullis nga krevati, por Kesia arriti në kohë. Ai ishte djersitur dhe mezi fliste kur i tha gruas së tij: "Ndjej gjëra të çuditshme që lëvizin në kokën time. Nuk e di se çfarë janë, Kesia, por ka disa gjëra që jetojnë në kokën time. Është shumë keq, pothuajse mund t'i dëgjoj ata duke lëvizur sikur të jenë në një mision." Pikërisht atëherë çifti kuptoi se kjo ishte më shumë se një dhimbje koke. Kesia mbajti kokën e burrit të saj teksa ai qante në shpatullën e saj dhe kjo ishte kur ajo vuri re diçka të çuditshme. Ajo shikoi më nga afër dhe zbuloi ndoshta arsyen e tmerrshme të dhimbjes së partnerit të saj. Kesia kuptoi se kishte vrimë rreth kokës së burrit të saj. Ajo kërkoi një taksi dhe e çoi Evaldo në spitalin e urgjencës. Mjeku i dha disa ilaçe që ndihmuan në uljen e dhimbjes, por ai gjithashtu informoi ata se ky lehtësim do të ishte vetëm i përkohshëm. Më pas ai transferoi atë në spitalin e përgjithshëm në San Paolo. Këtu më në fund çifti u njoftua për problemin. Teoria e Evaldos për gjëra që lëviznin në kokën e tij dukej si ishte e vërtetë. Kishte gjëra të vërteta që lëviznin në kokën e tij larva. Në kokën e muratorit jetonin dhe rriteshin larva. Evaldo dhe Kesia mbetën pa fjalë pasi nuk kishin dëgjuar më parë diçka të tillë. Mjeku shpjegoi se organizmat mund të hiqen përmes operacionit dhe i detajoi procedurën për ta. Ai pyeti nëse do të dëshironin të vazhdonin me të. Megjithatë, çifti ishte i mërzitur dhe nuk po jepte përgjigje derisa mjeku po priste konfirmimin e tyre. Doktori duhej të pyeste për herë të dytë përpara se Kesia të thoshte: "Si është e mundur kjo?" Neurokirurgu shpjegoi se rastet të tilla janë më të zakonshme në rajonet bujqësore dhe një rast si ai i muratorit është i rrallë. Larvat barten nga një mizgje ulet mbi kafshët e infektuar dhe më pas e çon parazitin te qenja njerëzore. Ata përfundimisht ranë dakord për operacionin dhe ishte planifikuar të kryej për 5 ditë. Kesia u shpreh në një moment se ndihej si një ëndër e keqe dhe ajo thjesht donte që dikush ta zgjojë. Ajo pyeti: "Pse po i ndodh kjo burrit tim?" Thjesht ju luta Zotit dhe kërkova të merrte plotësisht kontrollin e situatës. Ishte dërmuese. Thjesht doja që operacioni të ishte i suksesshëm në mënyrë që të ktheheshim te fëmijët tanë. Kesia u lut që operacioni i Evaldos të ishte i suksesshëm dhe merrni me mend çfarë. Mjekët i hoqën më shumë se 100 larva nga koka e tij. Po, e dëgjuat mirë.
Larvat u hoqen me piskatore dhe koka e Elvaldos u ndje përsëri normale. Ata ja qepën kokën dhe mbështollën me fash, por vrimat që vuri Rekesja ishin ende të pranishme. Ai mori një ilaç që do t'i mbyllte shpejt. Disa ditë më vonë mjeku bëri disa analiza për të ditur nëse ai ishte mjaftueshëm i aftë për t'u liruar nga spitali. Kur doktori na tha se ishim gati ta lironin Evaldon, megjithëse nuk munda të përshkruaj lumturinë që ndjeva, ishte një lehtësim i madh. Unë thjesht doja ta shihja përsëri të fëmijët tanë. Nuk i kishim parë më shumë se një javë sepse ishim në qytet, tha gruaja. Prapse prap, a është ky fundi i provës së muratorit. 2 javë pasi u kthye në shtëpi, Evaldo po përgatitej të kthehej në punë të nesërmen, kur ndjeu dhimbjen që ishte bërë shumë e njohur. Në kokën e tij përsëri lëvizte diçka, por këtë herë nuk ishte e çuditshme për të. Ai e dinte që larvat ishin kthyer. Ishte sikur po luftonin për shtëpinë e tyre dhe nuk do të dorëzoheshin lehtë. Dhimbja nuk ishte aq e fortë sa herën e fundit, të mirë të paktën jo ende. Evaldo e dinte se ishte vetëm çështje kohe para se të fillonin dhimbjet e mëdha. E përpara se të fillonte të dëshironte të zhyste kokën në akull dhe përpara se të fillonte të dëshironte të mos kishte flok në kokë, ai mbajti kokën me duar dhe filloi të qaj. Normaliteti sapo po kthehej në jetën e tij, në familjen e tij, vetëm që makthi i tij më i keq të kthehej përsëri, kur familja e tij do të kishte një darkë të këndshme të dielën. Kesja kishte shtruar pjata dhe shtroi tryezën. Ajo i kishte thirrur disa herë emrin, por ai nuk e dëgjoi. Ai thjesht nuk mundi. Evaldo ishte i humbur në mendime dhe frikën e tij. Kështu do të jetoj pjesën tjetër të jetës? A do të ishte ai gjithmonë në një betejë të pafundme me larva që kanë vazhduar të pushtojnë kokën e tij? Ai nuk donte ta rifuste familjen në këtë proces. Vajza e tij tani po qëndronte te dera duke parë të atin duke qarë. Kesja e kishte dërguar për ta thirrur, por edhe pse voglusha qëndronte pikërisht përballë tij, ai nuk e dëgjoi derisa ajo i vuri dorën mbi supin e tij. Gruaja dhe djali i tij hynë në dhomë dhe ata tashmë e dinin se cili ishte problemi dhe pa thënë asgjë. Evaldo nuk mundi të flinte gjatë gjithë natës, jo sepse kishte mbetur në mendime, por këtë herë dhimbja u përshpejtua. Ai dhe Kesja shkuan në spital dhe mjeku tha atyre ata që ata e dinin tashmë, larvat ishin kthyer. Unë tashmë mund të ndjej se parazitët ishin kthyer, por të konfirmoja ishte thjesht e frikshme. Ishte e vështirë për mua të shihja Kesjen kaq të trishtuar. Ajo po përpiqej të ishte e fortë, por kjo ishte një periudhë shumë e vështirë për ne. Por ne kur nuk u pushuam së pasuri besim. Ne besuam se Zoti do t'i rregullonte gjërat, tha Evaldo. Mjekët deklaruan se do të duhej të kryenin një operacion më intensiv për t'i dhënë fund çdo mundësie që larvat të kthehen ndonjëherë. Pas operacionit, Evaldo nuk ishte aq i emocionuar sa ishte hera e parë që bëri operacion. Ai nuk ishte i sigurt se parazitët nuk do të ktheheshin. Muratori ishte me kujdes optimist, por filloi të ndihej më i sigurt kur mundi të kthehej në punë 3 ditë më vonë. Këtë herë operacioni ndaloi kthimin e larvave. A nuk është e mahnitshme, tha Evaldo, tani jemi përsëri një familje e vërtet. Edhe pse ende kam frikë sa herë që kam dhimbje koke, thjesht jam mirënjohë Zotit që nuk e kam më atë problem. E pra miq, një histori trishtuese por me një fund të bukur. Ju ftojmë të bëni subscribe kanalin ton dhe të klikoni zilën për më tepër video si kjo.